Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka depozituar të martën në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e masës së sigurisë arrest me burg, të vendosur më herët nga 2 nivelet të gjykatave të posaçme dhe lënë në fuqi nga gjykata e lartë. Përfaqësuesit ligjor të Veliajt argumentojnë se masa është në kundërshtim me kushtetutën dhe cënon të drejtat themelore të funksionarit të zgjedhur. Sipas kërkesës, mbrojtja pretendon se masat e sigurisë është jo proporcionale në raport me akuzat e ngritura dhe se SPAK nuk ka paraqitur prova që Veliaj mund të ndikojë në hetime apo që të prish provat, aq më tepër kur dosja ka kaluar tashmë në gjykim në gjykatën e posaçme. Po ashtu theksohet se masa e izolimit pengon ushtrimin e funksionit të Kryebashkiakut të Tiranës, një detyrë që sipas mbrojtjes nuk mund të cënohet pa një bazë të fortë ligjore dhe faktike. Kjo është kërkesa e dytë që Veliaj paraqet në gjykatën kushtetuese brenda disa javësh. Më herët ai kundërshtoi vendimin e qeverisë për shkarkimin nga detyra me argumentin e mosparaqitjes në punë për më shumë se 3 muaj, si dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpadhjen e zgjedhjeve të pjesshme me 9 nëntor në Tiranë. Kushtetuesja i dha të drejtë Kryebashkiakut duke shfuqizuar si dekretin presidencial, ashtu edhe vendimin e qeverisë duke rikthyer atë në detyrë.